Përfshirja e errët e Izraelit në Sudan po ngre alarmin në të gjithë Afrikën dhe lindjen e mesme. Nga kanalet e fsheta të inteligjencës deri te kontaktet direkte me forcat e mbështetjes së shpejtë, RSF, Tel Avivi duket se po formëson në heshte rrjedhën e konfliktit vdekjeprurës në Sudan. Në një intervistë për Quds News Network, Kipso Diallo, studiues panafrikan me bazë në Kairo, i specializuar në çështjet politike afrikane, paralajmëroi se lidhjet e Izraelit me aktorët sudanez bëjnë më shumë se sa të ndikojnë balancin e fuqisë në terren. Ato ushqejnë dhunën, mbrojnë kryerësit nga llogaridhënia dhe kthejnë Sudanin në një arenë për fuqitë rajonale dhe globale. Diallo shpjegoi se raportimet në rritje mbi lidhjet e inteligjencës midis Izraelit dhe RSF-s kanë pasur një efekt të dukshëm mbi rrjedhën e konfliktit, veçanërisht në Darfur dhe qytetin e rrethuar të El Fasherit. Edhe pse është vështirë të verifikohet e gjithë përmasa e këtyre lidhjeve, dëshmi nga inteligjenca afrikane dhe perëndimore dhe mediat tregojnë për kanale komunikimi indirekte që ofrojnë mbështetje logjistike dhe sigurie. Sipas Diallos, nëse këto raportime janë të sakta, një bashkëpunim i tillë ka rritur kapacitetin operacional të RSF-s, duke mundësuar fushatat koordinuara ushtarake, rrethimet qëndrueshme dhe një nivel më të lartë kontrolli në terren.